Mirë brëma dhe mirë se erdhët në 360 gradë. Jemi si gjithmonë live, pra drejt për së drejti nga ABC News dhe ky është emisioni politik i prime time-it të ABC-s në orën 21:00. Në fakt, kishte shumë tema të larmishme për të ndalur dhe për të thelluar, se gjithmonë mundohem të bëj një sqarim nga që ndodh një keq kuptim. Duket ndonjëherë sikur emisionet janë vazhdimi i edicionit lajmeve. Jo. Emisionet janë thellim specifik aty ku syri i thjesht, syri që nuk e ka për detyrë ose nuk ka atë angazhim për të parë përtej fjalëve, ndërmjet fjalëve, përtej fasadës, nëpërmjet fasadës, nuk i shef, po ne mundohemi t'i shohim. Dhe ndalova dhe mendoj se kemi bërë mirë dhe shikoni gjatë minutazhit tek një episod shumë i habitshëm, të paktën për optikën time personale. Dje ishte festa e Republikës së Greqisë, u mendoj që kjo festë duhet festohet edhe 1000 vjet tjera. Është një gjë shumë e bukur, një festë është një gjë shumë e bukur. Por duket pak absurde kur një festë e tillë e revolucionit grek, të cilët e kanë bërë më së shumti edhe vëllezërit tanë Arvanitas, si gjaku jo, po kjo është një temë tjetër, festohet në katedralen ortodokse autoqefale mes Tiranës në Shqipëri. Aty ishte doktori, aty ishte Fredi Beleri, aty ishte edhe kryepiskopi i ri, Atë Ioani Pelushi. Pra, do më thënë, një fest fetare, një fest zyrtare në një ambient fetare, dhe duket sikur, se dhe unë jam i krishterë dhe jam ortodoks, paktën nga babai im, por nuk jam grek, unë jam shqiptar. Dhe në moment caktuar identifikimi i ortodoksëve me jo shqiptare, më duket pak e habishme, sepse nuk kuptohet se pse për shembull festa e Greqisë nuk u bën në xhaminë e madhe të re që kemi ne, po u bën në kishën ortodokse, ose pse nuk u bë diku tjetër, fjala vjet. Megjithatë, jemi afër zgjedhjeve, duket se fakti që kemi shumë zgjedhës në Greqi, të cilët shqiptarët do përcaktojnë ndoshta deputet, do përcaktojnë me votat e tyre trendin e zgjedhjeve, duket sikur ka rritur atë gjyëtin për vota, ka rritur, se thosh, shqetësimin apo interesimin që Greqia tjetë sa më, Republika Greke sa më e pranishme në këtë proces zgjedhor. Tani, për ta dekriptuar këtë, sigurisht nuk mjaftoj unë, kam një ekip shumë interesant në këtë panel. Do e filloja me zotin Gjet Ndoj, historian, me mbrëma zotin Ndoj. Mi mbrëma. Vjeni për herë të parë në 360 gradë, prandaj dhe fillova me ju. Kështik Osmani, ekspert i gjeopolitikës, me mbrëma zotin Osmani. Mi mbrëma. Si dhe kryetari i lëvizjes Adheu, Ilir Demalia, me mbrëma Demalia, me se erdhe në 360 gradë. Androna Labani, gazetari investigativ, me mbrëma. Me mbrëma që. Dhe Dritan Goxhaj, kapiten, por një mik i emisionit ton, tashmë, prej gati një vit e gjysmë, apo? Okej. Po e filloj me historianin zotin Ndoj. Ore, është absurde apo është normale, apo ndoshta ne kemi një lloj kompleksi dhe egzagerojmë vetë të gjë. Sepse nëse i shohim ndonjëherë ato pamjet, nëse i kemi, kështu siç jam, do të thënë, hapi komplet ekranin, miq mua, s'ka problem. Duket sikur ne tani po bëjmë një lloj meshe për këtë gjë, nuk e di se çfarë është këtë gjë. Ku është Këto janë pamjet e, nuk janë pamjet e festës, ja, një sekondë, se janë pamjet gabuara. Këto janë pamjet e ku është kanonizuar, po kemi atë pamje ku bë, kjo, për këtë ekse këtë. Ja, këtu kemi doktorin, Belerin, Dulen, Atë Ioanin, në festën kombëtare të Greqisë. Okej, në rregull, jam i qartë tani, po dhe publiku është i qartë. Atë, zotin Ndoj, ju si historian, është një lloj servilizmi që kemi ne shqiptarët që i hapim gjitha dyert e tempujve për festat e tjerëve, apo pse jo? Edhe kjo është normalitet. Unë them ky gjest ose ky
kjo pjesëmarrja, po edhe festimi për herë të parë, me sa mbaj mendun në kishin autoqefali, kur ishte Jonullatës nuk u bën asnjëherë. Në pamje të parë është një diçka që do ta filloja me faktin që është ndrruar kreu i kishës autoqefale dhe sot është një shqiptar, ndoshta i pari Anastasi Jonullatës, duke mos qenë shqiptar, kishte edhe atë kompleksin për të mos ta zhvendosur festimet e nacionale të Greqisë në një kishë, në kishën autoqefale shqiptare, ju bëni pyetjen në fakt se kjo rrok shumë dhe shumë është një konglomerat faktorësh dhe mund ta shohësh në shumë pikpamje. Në pikpamjen e parë revolucioni grek ka qenë një revolucion që bëhej mes arvanitëve, vllehve dhe mbeturinave bizantine greqishtfolse të ardhura nga Azia që luftuan për kauzën e çlirimit të Greqisë në vitin 1821. Dhe këtu ky revolucion i udhëhequr kryesisht nga arvanitët, se arvanitët si qenë forca kryesore, jo si vëllezërit tonë, po paraardhësit tanë, si më thënë, arbënorët në tokat tona, arvanitët, arbanit ishin, arbënorë ishin, por që u zhvendosin në kohën e saj Stefan Dushanit dhe ishin forca kryesore e revolucionit. Duke qenë se ishin forca kryesore e revolucionit, nga ana tjetër, shqiptarët e islamizuar dhe të tjerë, madje dhe katolik, u ngritën në favor të Turqisë për ta goditur, si u bën edhe pyetjen, pse nuk mund të shkonte kjo festë në xhami. Xhamia ishte kundër dhe në konceptin gjeopolitik. Është një diçka që nuk shkon në konversimin historik, ndërsa në konversimin e sotëm, ajo një servilizëm, vazhdimi i servilizmit politik. Pjesëmarrja. Po mendoj se është më shumë se servilizëm. Kaq mund të them. Ja, nuk e di pse kaq mund të thosh ti, e ke qartë fare, por derisa aty ke Belerin, një servilizëm. Por derisa aty ke Dulën që kanë 30 vjet që kanë agenda të hapura shoviniste për territorin shqiptar, ti nuk është servilizëm këtu. Dhe ajo shërbimi që i bë Berisha, ky sovranist i madh, në një moment tillë që është keq për vota dhe mendon se do të ketë mbështetjen e qeverisë greke dhe të emigracionit grek, kjo domethënë është nuk mund të thuhet mos servilizëm. Dhe mos harroj që Berisha edhe kur ishte në takimin në Greqi, premtoi rikthimin e çështjes detit grekëve. Kam frikë se duke ndërtuar kontekstin vetëm me Berishën, ju do të futeni në krizë. Jo, nuk e kam me Berishën, e kam se pse thotë është servilizëm, nuk është servilizëm. Dule dhe Beleri që kanë 30 vjet që tallen me këtë vend dhe nuk është faj tyre, po është faj i këtij populli, që i lejojnë të tallen, të vrasin, të presin, ndërtojnë agjendat e veta, fare hapur, nuk ka nevojë. Fare hapur. Fare hapur me të gjithë, e kisha jo në mënyrë të veçuar. Dhe ne e lejojmë, a ndodh kjo në Greqi, a ndodh kjo në Serbi, a ndodh kjo në Malzi, a ndodh kjo në Maqedoni? Jo. Pra ne kemi probleme vetën tonë. Dhe mendimi ishte edhe ajo burrja e madhe që kanë qenë arvanitasit për pavarësinë e Greqisë, mund nuk më duket ndaj burrje, më duket një folklorizëm që te kalu kohë. Jo, nuk është folklorizëm, po jo, është punë e madhe, çfarë i dhan pavarësinë Greqisë? Çfarë po çdo bëjmë ne? Sa i dhan Shqipërisë? Date, ne ajo është një gjë se tani dhe këtu është e frikshme veprimi i Zotin Doj ka disa taga si historian. Po jo s'është çështje mburrje, çështje arvanitës. Ka taga të historianëve. Çështje fakti që tregon që grek s'ka, pra shumica atje që hiqe grek janë arvanitas. Po këto pra, dhe neve të kërkojmë të drejtat e tyre arvanitas që të njihen si minoritet në Greqi. Pra nuk është çështje mburrje. Është çështje fakti që siç ata kërkojnë, po kemi po çamët janë edhe arvanitët. Janë 4 milionë arvanitë që jetojnë atje. Janë 4 milionë arvanitë që jetojnë atje. Prandaj kjo është për të profesorë po kërkon të ngrej këtë ide, po ç'është mburrje, është çështje fakti që Greqia nuk i njeh. Mos i kanë pronat e Çamrit për që i kanë me tapia, pronat e Çamrit. Po atë kërkoja qeverisë, kërkoja edhe Berishës edhe Ramës që ka bërë marrëveshje për mos të njohur. Jo, kërkoja atyre që ja falën Çamrin. Për te servilizmit. Në 2015 aja falën Çamrin në Greqi. Për te servilizmit. Ne jemi gjithmonë
me brek ulme para agendave greke. Po s'është folklori. Dhe nuk është Rama, se këtë Rama që i pari që nërejti qështjen qame në Afrikë. Këtë drejt në 2015 Rama që i pari që a fali qamërin greve kur vendosi të ishte toponimet shqiptare nga pasaporta. Nuk ja ka fali Rama që apërin vendosi të ishte toponimet me vendimin që bëri për heqjen e toponimeve është falje e qamërisë. Hoqi toponimet nga pasaportat shqiptare. Që ta mbyllja. Jo, duket që është nëzet, jo, ne do ta kemi hapur gjithkohës, do ta mbyllë. Që ta ndërtoja kontekstin. Jo, se po e mbyllë, jo, se nga mbaron emision, po se mbyllë, hape. Pra, do më thënë, unë dua një ratë partë të testoj perceptimin tim, unë e pash këtë skenën, dhe më duk një absurd, sepse tani që më thoni ju si historian, që s'ka ndodha si erë, më duket s'kur ja bën me qëllim ti atë Johan Pelushi, do unë i thanë, ore, padje ti një këtu si qinës aty dhe në bekoj që këtë festën komptare, sepse ti, pavarësisht se je shqiptar, je prapë jone, kupton? Jo, a i mund t'jetë shqiptar dhe mund t'jetë mozi se janë latusi. Se janë latusi 35 vjetë, nuk e ka boj gjithë unë mendova që përshon Fanoli nuk do t'a bon të këtë. Fanoli nuk e ka boj kur pavarësinë e Shqipërisë në Boston. Jo, pavarësinë e Greqisë, po themin. Jo, pavarësinë edhe Shqipërisë nuk e ka boj kur kishë, po e kanë boj me vatrën. Pra, imagino ku shkojmë në të shi. Fanoli që ishte aji që kërëve kisha në të... Me Fanolin nuk është se ishteron gjithë problemet, se Fanoli ka ikur nga Greqia dhe është afruar nga slavët, kështu që nuk mund në i zidhet madhe dhe me Fanolin. Për gjenet është i Fanolin se dhe Fanolin në zhjithë është... A i ka bo monumente mos shqiptar darjen e kishës ato që pali shqiptare, që ne po e përdosin sot. Ka qenë tjerë protagonista, ka qenë dakord. Ne po e përdosin. Ore, ta shi. Ka qenë Viserion Gjuvani që nuk e përmend në si. Jo, Viserion Gjuvani e përmend gjithmonë. Fanoli ka qenë në ka dhe të tjerë, pa ajo është status i njëve të Fanoli. Është shumë e minor. Fanoli që më rëndësishme ka shumë mina. Jo, këtë tërgon që ky emision është bërë shumë vonë. Jo, kjo është shumë e mirë, kjo është vrejtë për mua, jo për ju. është vrejtë për mua. Ku të shkelin më... Po, pak të bën vonë, po tjerë se bëjnë hiq? Mirë, po tani prit në ra. Unë do të thoja vetëm disha një sugjerim edhe për... Se debati nuk ka se gjënë të keqë përveç se mirë. Po, hiqni idenë që një palë mos tentoni t'i ndani faktorët kryesor politikë në Shqipëri këto 35 vite. Po gjykoj momentin, një palë pro e një palë kundër, janë të gjithë një lloj. Në raport me Greqinë. Dhe Greqia na ka dëmtuar duke mbajtur politika, duke bërë politika servile ndaj tyre. Kush e ka bërë këtë? Ka bërë me gjithë me radhë. Duke i vu për fund politikanët, me ndihmën e shtetit grek që të vinë pushtet nëpërmjet Greqisë. Po pra, kjo histori jo përsërit këtu. Përveç Saliberis ka qenë Fatos Nano, që ti se përmend, ka qenë Edi Rama, që se përmend, po ashtu, ka qenë Ilir Meta që i ka dhënë në shtetësinë shqiptare, Anastasi Bullatus, ndërkohë që e ka bërë shumë... Mëse në shtetësi do të jepte tani Anastasi, së mëse jepte? Ore, ti po flet për dignitet. Ja dha mas shumë dëmëve që ka bërë kulturë shqiptare. Po se tha një që ka bërë dëmëve pra dhe, ata pak që kanë folë për atë... Ja po të themun në qofë se do të adish gjithë kisha shqiptare që janë restauruar, janë shpërfituruar si kisha unjate. Kisha unjata një kishë që presupozon faljen e ty rriteve shqiptare edhe lindore edhe perëndimore. Ndërkohë që këto kisha sot janë gjatë restaurimi ka ndodhur shpërfytyrimi dhe greqizimi thjesht i tyre. Edhe unë kam dëgjuar shumë për këto, por edhe ka një problem. Ka dëgjuar dhe janë të faktuara. Zoti do ka një problem. Një sekond. Dua tani kemi... Që nga Mesopotamia deri në Balldanë, deri ku dushti, ti shpjegoj. Problemi është që do bëjmë emisione të tjera për këtë, se e shoh nga temperatura shumë e nxehtë, që sepse kjo është një temë që dhëm, më po kaloi edhe në media, kaloi si një kështu episod. U festua aty, mua më dhëmi për një gjë, sepse tham tani, undrua Kryepeshkopi, kjo kisha, nuk e di tani është territor shqiptar apo s'është territor shqiptar, sepse ne na e kanë falur dhe atë kishën, edhe të xhamin e madhe ne e falin, por nuk duat të hapem. Tani, imagjino tash sikur festa kombëtare e Turqisë, vi Erdogani dhe ta bëjë ke xhamia madhe. Edhe po dete bëma. E bëma se ne jemi mësuar me ul. Po problemi është që Turqia ka një problem, jo. Se ke dyshim që kemi ullë deri mësot? Ka një gjë, po mos ta kishim ullë, nuk ishim këtë pikë, bor. Ka një, nuk është simetrike, se Turqia nuk ka rivendikime territoriale mbi Shqipërinë. Kujdes. Po nuk ka vorje e pirë, jo. Ka çështjen e fejt, do të rapi, do të rapi. 5 vjet na ka gri, por pak të mund ta themin. Është duke gri dhe. Të mund ta them. Okej, Osmani, si e gjykon?
Të bëjmë se cili nga një ekspozicion. Atëherë, këtu ka shumë mesazhe, është një fushë e madhe e cila na bën që të lëvizim me kujdes, që të shkelim aty ku duhet dhe të mos plasim atë që s'duhet. Pikë pari, duhet të vërtetojmë nëse kjo është për herë të parë që ndodh apo jo. Nuk e di nëse e kemi vërtetuar këtë apo jo, por nëse është për herë të parë, ka një mesazh shumë qartë. Përveç të tjerave, Greqia... Unë kam historiane që thot për herë të parë. E martë mirë qënë, sepse Zotin Ndoj është i mirë informuar. Kam dëgjuar burimet shumëta. është mirëditor me integritet tani? Kam dëgju, po, është njëri që ka informacione dhe besoj ke integritetit. Atëherë, ka mesazh nga Athina për kreun e ri të kishës ortodokse autoqefale, i cili është Atë Joan Pelushi, ka ardhur nga një bursë e shqiptarëve të Amerikës në Boston, ka ardhur me shkollim amerikan, dhe me njëherë pas ndarjes nga jeta të Anastasia Nolatosit, i cili ishte përfaqësuesi i Greqisë dhe interesave të saj në Shqipëri, në krye të kishës ortodokse autoqefale të Shqipërisë, erdhi Athina për t'i dhënë mesazh Atë Joanit, të cilin unë nuk e njoh personalisht, e kam uruar kur ka ardhur në krye të kishës, nuk e di se cili është afiniteti apo lidhjet e tij me Athinën. Ti mendon që ka ardhur me vota të lira? Jo, sigurisht që ka ardhur, ka qenë një porosi, tha, e Anastasia Nolatosit. Dhe ka qenë porosia në Nolatosit, merret vesh është porosia Athinës. Pikërisht, pra unë duke qenë që jam konflikti interesi, po merre me politikë dhe nuk e paragjykoj dot atë, është kishtare. Rit e festa. Unë kam thënë, ditën që ka ardhur një shqiptar, shqipfolës, ky ka qenë dhe Bektashi, ka qenë musliman. Po si konvertuar. Mesajnë ata rrume, për nga Bektashi u borë ortodoks me kërë Peshkopin. Çështja është që nga Athina, busulla në pamje të parë shkojnë në Boston, shkoj ke Fanoli, si që tha dhe Malia. Me zgjedhjen formalisht në pamje të parë, sepse ky ka ardhur zotëria me një bursë nga Boston nga Amerika. Mesazhi i Greqisë është i qartë, që ne do të vazhdojmë të jemi nën kontroll dhe në drejtim dhe në dirigjim të kishës ortodokse autoqefale të Shqipërisë, edhe pse hirësia e tij Anastasia Nolatos nuk jeton më. Pra, ne do të vazhdojmë të kontrollojmë. Arsyeja tjetër në të cilën janë shprehur grekët dhe kanë justifikuar marrjen e tempullit ortodoksisë shqiptare për të kryer festën e tyre fetare është se festa e tyre kombëtare bika në të njëjtën ditë me ungjillizimin apo me pagëzimin e shënëmërisë, pra që është nëna e Jezu Krishtit, rituale kishtare për cilat nuk flas dot me kompetencë sepse nuk i njoh. Por mesazhi është i qartë, ndërsa sa i përket Berishës dhe pranisë së tij brenda, është përpjekje e qartë e Berishës për të hedhur tek prehëri i Athinës në një moment elektoral, në një moment izolimi ndërkombëtar, në një moment nevoje të ngushtë elektorale, në një moment për nevojë për aleancat të tij gjeopolitike rajonale, në një moment për të balancuar vetminë e tij, po kërkon një strehim tek një lojtar rajonal me Persin që është Greqia, me shpresën që të mbrige Donald Trumpi, apo të mbri në Bruksel, apo të mbri në Londër. Të gjitha këto kalkulimet. Ne kemi minutazh të gjatë që të me me këtë. E mora këshu për shpet, por mund të shumë i sakë, vetëm i korrigjim për të hedhur, për të rihedhur. Okej. Se ka qenë Berisha, është rihedhje. Okej, unë e lexoj kështu. Të bëj secili antar i panelit bëj ekspozicione vetë dhe pastaj hedhim debat. Pra, kjo është mesazhi i parë vjen nga Athina, mesazhi i dytë vjen nga Greqia, mesazhi është edhe për kishën ortodokse, por është edhe mesazh i Athinës për Tiranën, se cilët do të jenë lojtarët. Nuk ka përfaqësues, po themi, të spikatur qeverisë aty, qeverisë aktuale. Duhet vazhdon ngrirja, marrëdhënia ngrirë Shqipëri-Greqisë, nivelli zyrtar për çështjen Beleri, që aty ku është Beleri s'mund të jetë në një autoritet aty pësësi, në minister, nuk pam gjë. Sigurisht. Tani, Greqia po luan me dy skema në Shqipëri. Po luan marrëdhëniet zyrtare normale me Edi Ramën në kuadër të nevojës për të patur komunikim zyrtar me Shqipërinë, por nga ana tjetër kërkon të bëj presion ndaj Edi Ramës nëpërmjet përpjekjeve të saj për gjetur aleat brenda Shqipërisë, në mënyrë që t'i thot Edi Ramës, ti nuk do t'i kesh bisedat me ne të lehta, sepse ne kemi aleat brenda lojës shqiptare. Do vazhdojmë prapë, tu jemi. Goxhaj. Fillim goxhaj një gjë që tha Krishniku për punë Fatmir Pelushit, pra që thonë Atë Joani,
Nuk ka qenë Bektashi asnjëherë, pra ta serojmë të punë. Informacionet që jam gjuar nga interneti personalisht ka qenë ateist, pra s'ka pasur lidhje me bektashizmin. Me origjinë. Me origjinë, po s'ka pasur lidhje me bektashizmin. Jo, dakor, është nga përmeti, po mirë, është nga përmeti. Po ka ateist musliman, bektashi dhe krishter. Zotria ka qenë ateist, pra ka qenë infermier në spitalin 5. Po kjo dhe më si ka qenë ateist dhe tash na bëhet besimtar kërë Peshkov. Kjo tregon se sa qeshar është figura e këtij njeriu. Shiko, ateizmi në Shqipëri për 45 vjet ka qenë nuk e di nga Jo, ateizmi dhe feja nuk janë nga ke këtë informacion që ka qenë ateist. Problemi është ky e thot nga regjimi. Ateizmi nuk vjen nga regjimi më valla. Sepse sot nuk detyrohet regjimi të jetë ateist. Në vitin 1975 ateizmi ka qenë zyrtar, po njerëzit ateizmi ka qenë zyrtar për regjimin komunist, po njerëzit kanë besuar vetë. Shiko, ka një problem. Unë do ju lutesha që të mos qëndrojmë ke personi. Mirë, unë thjesht do të sqaroj atë. Nuk dua jo, sepse unë Edita do të themi që ti ndoshta nuk e di. Jo, unë e njoh personalisht për shumë vitesh. Dakor, më dakor. Dhe personi, se nuk doja ta personi që ka ndërmjetësuar për ta pagëzuar në mënyrë klandestine në Lushnjë, ka qenë baba im, që ka qenë dhe nuni i tij. Dhe ky është vitin e largët 1975. Okej, dakor. Okej, pra vërtet, të gjithë kemi qenë ateistë të detyruar, për në intimitetin profesorit të detyruar. Gjysha ime për shumë beson dhe lute, ishte muslimane. Ne po flasim në aspektin që ti e ke pas ateizëm në nuk ka qenë nuk ishte po njerëzit kanë besuar. Unë do të flas tani tek prapavia politike e situatës. Pra unë u habita kur pash në një objekt madhor të kulti të 300-400.000 shqiptarëve ortodoks, një nga të cilët janë dhënë, shkon ambasadorja, organizon një fest të pavarësisë të Greqisë, që thashë edhe një vite tjera të festohet festa Greqisë, mos në vjen në gjë e keqe, për kundrazi, dhe shof krye Peshkovit, shof ish kryeministrin Berisha, shof Dulen, shof të Belerin, dhe mu duk një gjë... Duhet të ndajmë, pra... S'ku na mori kishën, mu duk s'ku na mori kishën. Po kisha është e besimtarve, nuk është e politikës. Duhet të ndajmë dishka, pra, pjesëmarrjen politike dhe festën fetare. Pra, ti ndajmë. Pjesëmarrja politike është për interesave të politikës, që mund flasim më vonë. Ti ndajmë në dy aspekte. Politika mund marri pjesë në ambasadë, mund marri pjesë... Ore në Greqi vetë, Greqia e bo zyrtarisht, ma e bo shteti. Mu ta bëjnë në palat kongrese. Më lë të mbaroj atë që kam nisur që të kuptosh se ç'dua të them. Pra, në aspektin fektar, duhet kemi parasysh që feja dhe shteti në Greqi janë një. Pra, shkojnë barabart, pra nuk janë të ndara, feja dhe shteti në Greqi. Dhe, deri më sot, kishën autokefale shqiptare e ka pasur Janullacit, cilën ata e kanë konsideruar si të tyren, si kish greke, dhe bërja e festës në kohën e Janullatit aty, do të kompromentonte direkt figurën e Janullatosit në atë pozicion. Dhe pas vdekjes Janullacit, përsëri tashmë Greqia ka dashur t'rregojë që kisha autokefale shqiptare do të mbetet e varur nga Greqia dhe nga shteti grek. Dhe me këtë ka dashur të betje dhe të marri... Po pra këtë pra po them. Dakor ti. Po ha vetëm një parantezë pasi të fjalën Anduenës, se duhet të respektojmë gjithë, kemi të vetëm zonjë në panel. Mbaj mend një debat televiziv, kur isha CEO, isha panelist, në këtë gjë ishte një mesh që i ndjeri Janullatus bëri për një incident që ndodhi një marë, një djalë që u vra aksidentalisht, nuk e si që ndojë parti sa vitin. Po, për atë gumën. Ka qenë guma, ka qenë dhe rasti një tjetër. Dhe muhovën kundërshtarët në panel, ku të më thanë që, o zhepë, se bën kështu për një mesh. Nuk bëj për një mesh, po them, bëj për meshat e mungura. Nuk din dhe i erë që ish krye Peshkovi, më them tani, këtë bërë në i mesh për popullin e Kosovës. Jo, ka dalë kundra. Nuk ka bërë një mesh, nuk ka bërë një mesh për të vrarë për të vrarë të UÇK-s. No, ka bërë mesh për ushtarët sërbë të vrarë në Kosovë. Ka bërë mesh për ushtarët sërbë të vrarë në Kosovë, zotëri. Për i thrinë dhe kisë ortodokse ortofqash për atë Stath Melanin. Ama, kemi një mesh për atë Stath Melanin ka bërë Johan Pelushin Korç. Është i vetmi që ka bërë një mesh për atë Stath Melanin. Dhe, me që dolim të atë Stath Melani, në shtetësinë shqiptare, Ilir Meta ja ka dhënë ditën e 100 vjetorit të vrasjes së Stath Melanit. Prandaj është problematike. Okej, nuk e di këtë. Nuk e njoh. Dhe juve nuk e mbani mend se keni bërë emision atë ditë.
Pikërisht për këtë gjë. Për këtë atin? Po, për atë Stath Melanin, në ditën e 100 vjetorit vrasjes së Stath Melanit, kemi bërë emision dhe është diskutuar në emisionin tuaj edhe çështja e dhënies së shtetësisë, atë ditë pikërisht janë Ullaçit. Nuk besoj se do jem shprehur pozitivisht. Jo, për këtë gjë. Anduena. Atëherë, ju thatë që në kishën qendrore në Tiranë u mbajt një mesh. Nëse unë po ju sjell një fakt tjetër që shumë pak u komentua, po pra, u komentua në shtypin shqiptar. Po. Në dhomën lindore të shtëpisë së Bardh në Washington, në prezencë të përfaqësuesve të organizatave greko-amerikane, por dhe zyrtar të kishës, presidenti Trump kremtoi 25 marsin si ditën e çlirimit të Greqisë. Madje në fund, pasi pati dhe një fjalim ku ai me shumë seriozitet deklaroi që kishte anulluar agjentën e tij për të qenë në këtë kremtim, pra në këtë festim, nënshkroi dhe një proklamat duke shpallur 25 marsin si një ditë feste kombëtare të Greqisë në Amerikë. Tani, pa dashur të heq paralele, kur kjo gjë ndodh në Washington, në shtëpinë e Bardh, festohet festa e çlirimit të Greqisë, festohen dhe shumë festa, shumë unë nuk shteteve dua të tjera. bëj koment, thjesht po jap një fakt. Festohen dhe shumë festa, edhe pavarësia e Shqipërisë, festohet, ngrihen flamuret, festohet në Washington, bëhet lutje. Tani, ka nënshkruar Trumpi ndonjëherë në një proklamat në lidhje me një festë të një shteti tjetër? Jo, nuk ka nënshkruar Trumpi proklamat, sepse ne e dim çfarë bë. Kur ka ndodhur kjo vit tani? Unë nuk e di këtë lajm. As se dim. Madje ka dhe një fjalim ku vetë Trumpi i drejtohet grekëve që janë prezent aty. Dhe ju thot dhe një kryq nga prishti ortodoks. Dhe ju thot që ju dua të gjithë. Domethënë, tani, unë nuk e di nëse Po ashtu tha dhe për natë kadrin brëm, i donë muslimanë shumë, tha. Për ju, tha. Në qoftë se në Greqi, prej 15 vitesh, ai që drejton kishën... Ate që thua që shumë mirë që u bë kjo... Jo, nuk po them shumë mirë, po them që për herë të parë ndodh atje, për herë të parë ndodh këtu ke ne. Tani, a janë çuditëra këto, a janë të qëllimshme, a janë rastësore, leta gjykojmë. Mama, mos t'i ngararojnë. Ky është institucion fetar, a është institucion politik. Pra, në institucionet politike mund të... Po da bënim ke kati pare kryeministrisë, ose në president, jo në president, po ta bëni president, ose pallat brigadave. A festojmë pavarësinë e Amerikës, për herë bëjmë të madhe. O Demalia, nuk është thjesht çështja e festimit. Tu është problemi që ka hyrëseja mes mujzojnë, ka hyrëseja mes, dhe ne dim agjendën. Më i madh në Shtetet e Bashkuara nënshkron një proklamat. Dhe ditën 25 mars do e festoj gjithë Amerika si festën e çlirimit grek. Nuk është festë kombëtare. Është festë kombëtare. Të gjithë greko-amerikanë. Ja ta gjithë direkt dhe Ose kam një gjuhë festojnë. Ta qoj unë video, nëse e kam. Jo, është në rregull, ashtu. Ta qoj unë, ma, e kam unë këtu. Çfarë ndodh? Prej 15 vitesh, kisha greke, në fakt, zhej, që drejtohet tashmë, e kanë bërë një shkëputje dhe kanë dashur që ta shkëpusën njëre për gjithmonë politikën nga kisha. Në Shqipëri, grekët me Janullatusin sigurisht që kanë bërë politikë. Po në Greqi nuk ekziston kjo gjë, nuk ekziston kjo frym. Politika, po, nuk ndërryn të kisha, dhe kisha nuk ndërryn politikën greke. Kisha kontrollon politikën, mujzojnë. Kisha kontrollon politikën, t'je ke dhe pasaport. Qeverie që merë pushtetin, nuk e merë pushtetin, pra, çdo qeverie e merë atje, duhet qartë. Ja flasë historiane. Merë bekimin, s'u filloj punë pa bekimin e kishës. Dhe kisha ortodokse, është quhet kishë nacionale, kishë kombëtare. Kishë kombëtare, si që është Shqipëri, është edhe në Greqi, është edhe në Serbi, është edhe në Rusi, sepse kështu është kisha e ritit lindor. Dërsa kisha katolike është kishë universale quhet. Pra nuk është me sens drejt për drejt kombëtare. Kisha kombëtare, aq më tepër e kompromenton faktin që vjen festohet festa kombëtare e një populli tjetër, që kjo kishë kombëtare jona autoqefale shqiptare nuk i përket. Dhe nuk është vendi i duhur, jo se shqiptarët nuk kanë drejt gëzohen për pavarësinë e Greqisë, se në fund ishte pavarësia nga një shtet pushtues për Andrej Osmane tjerë. Dhe këtu unë si njohës i historisë, unë vjen shumë keq që shqiptarët e Shqipërisë, e vilajetit Shkodrës veçanërisht, kanë luftuar për krah
për krah perandorisë osmane, ushtrisë osmane, për shtypur popullin që ishte ngritur, popullin grek që ishte ngritur në revolucion. Por kjo nuk do të thotë që unë pranoj dhe jam dakord që të vihet të bëhet kisha autoqefale vendi ku festohet festa kombëtare e një populli, në fund të fundit një populli tjetër dhe me shumë problematike në lidhje me marrëdhëniet me shqiptarët, problematika që të paktën që nga revolucioni grek e këtej, duke qenë se fitoi avantazhin Greqia duke patur shtet para Shqipërisë, shtet pa avarur, i ka bërë gjithmonë hile dhe ka intervenuar gjithmonë për ta dobësuar kulturalisht, për të patur probleme edhe me kufit, për të patur probleme edhe me shqiptarët atje. Shikoni, arvanitët dhe arbanitët, arbresht e Italisë janë një lloj në raport me ne, por po të shohësh nuk trajtohen një lloj nga italianët dhe grekët. Edhe kështu mund ta shohësh në shumë këndvështrime. Grekët janë vazhdimisht në intervenim në sulm kundër shqiptarëve. Jo se i kanë në shqiptarët, po për të fituar ndaj tyre dhe u kanë bërë të keqen shqiptarëve. Duke filluar nga gjenocidi i hapur, që janë pas lufta dhe gjatë luftës parë botërore, andarkët grek që u futën në territorin shqiptar dhe veçanërisht pas luftës dytë botërore, ku grekët dhe organizatat dhe shteti grek, aq sa ishte, ushtrojnë gjenocid ndaj çamëve atje. Çamët janë një grimcë e vogël dhe unë nuk jam dakord që çështja shqiptare vetëm çamëria atje. Çamëria atje jo, se ju e keni tani bini në sfunda profesionale të historianëve dhe kthehemi shumë brapa. Kasim në kohë për ta mbyllur. Ishte rëndësi kjo që tha kjo. Zoti Artur, për ta mbyllur, dakor, për ta mbyllur është çdo vend mund të festojë dita nacionale e Greqisë. Jo në kishën autoqefale shqiptare. E komprometon që për cilin u referua Nduena, të cilin paçoja Nduena ndërkohë, bëhet fjalë që është pritur kryeprifti i ortodoksëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk është nuk është një festë e re amerikane, po flet fjalë shumë mirë dhe po lexoja edhe po në qesja se kryepiskopi grek i Amerikës si thot Trumpit që juve më kujtoni Konstantinin e Madh, perandorin Konstantinin e Madh, që do zgjidhni gjë. Do thonë, imagjino çfarë ai lozhesh dhe i lutem Konstantini i Madh, se ai e ka thënë në kontekstin që gjasma grek. Konstantini është Dardan. Unë e di që është, po vjen tani. Po thash pra kjo është frustracioni që kemi ne shqiptarë. Dakor. Dhe nga në atje, thotë, aman të lutem, ma shikoni që ka të çështjen e Qipros. Pra, ka shkuar, ka lobuar, është një lobim. Dhe ai ka shpërblyer lobit. Është lobi i dytë në Amerikë mas lobit hebre. Pra, ka pesh lobi. Me që ne do vazhdojmë me këtë temë akoma, them kalojmë në japsim. Jo, Goxha, të ndërprerë. Këtë do të thoya, kjo është pra shqetësuese, nuk është pritja. Shqetësuese është deklarata e kryepeshkopit grek atje që thotë që e krahason me Konstantinin, i cili është Dardan. Pra përveç që ka cekur automatikisht i ka kërkuar direkt për Qipron, ka cekur edhe çështjet, pra duhet konsideruar se ka cekur edhe çështjet tona në këtë aspekt. Po ka shkuar deri në Qipër, ose ka thënë në gjë tjetër që ne se dim. Po mirë, po ne po mbi këtë që është bërë publik. Jo, atëre, një sekond. Lidhja që bëri Nduena me një vlerë. Pikërisht ndaj në atë aspekt. Pra jo është bravo. Jo, me një vlerë që domethënë aktivizimi i lobit vëlla grek shumë i madh në Washington dhe bën dhe njës Jugu Shqipërisë F-35 e Turqisë janë shumë folur atje. Janë folur shumë gjëra atje. Unë po i fus një qafshtan pastër, publicitet dhe kthehemi për minutazhin vijim.